Përshëndetje shikues të nderuar. Sot për ju e kam një recetë shumë të mirë. Është diçka e re, por është jashtëzakonisht e mirë dhe besoj që deri me tani nuk e keni përgatitur. Pra është një mix i të gjitha perimeve dhe erëzave të cilat mundeni me përdor dhe gjithashtu emrin e ka çorba me tortilla, që sigurisht deri me tash nuk e keni provu. Prandaj ju vjen një paketim tortilla. Ju vim 4 deri në 5 domate, spanak, oregano, ju bin salce domate, skudra dhe kështu me radhë. Dhe para se të filloni me përgatit këto, atëherë merrni këtu, duheni me përgatit një litër sup, ose përgatitni me bujon, do më thonë me diçka me eshna dviqit ose me farmishin ose ju të pranë. Atëherë përgatitni një bujon, do më thonë me lang të mishit, dhe atëherë filloni me përgatit recetën. Domatet i preni kështu, në fillim, dhe i veni këtu në fund të tenxherës. Dhe atëherë këtu i vem edhe 6 deri në 7 thelbi hudhër. Dhe ujë kamelotit ne kemi, për arsye se kemi pajisjen e cila na mundson me pas ujin më të shëndetshëm dhe më të mirë deri me tash që keni provuar. Prandaj këtu e vënë vetëm domatët edhe pak ujë sa me mbulu fundin e tenxherës. E vezni shporetin në maksimum dhe e leni këto me vlu dikun për 10 minuta. Pastaj këtyne domateve tashti ja shtojmë langun e mishit, parafërsisht dikun rreth 700 ml. Tani e largojmë këto pak nga shporeti dhe e blujmë me blender. Dhe kjo është e gatshme thash. Letrën bora, jo vetëm që na shpesh e përmenim letrën e borës për arsye se përdorim më shumë pasi jam gatim, por produktet e borës pothuajse të gjitha janë jashtëzakonisht të mira, shumë kvalitet dhe të cilësisë së lartë. Dhe neve na ndihmon shumë në kuzhinë. Tani presim këtu me marr val, do të thonë tash këtu prej atyre domateve dhe prej kudrave kemi fituar një salcë me bujon, me ujë të mishit. Dhe tash kësaj ja shtojmë dikun rreth 200 deri 300 gram spanak. Dhe lëni kështu e presim derisa të merr val. Atëherë ja shtojmë një krem kuzhine, do të thonë paketimin e vogël ajo që është 200 ml. I shtojmë edhe një salcë domates, do të thonë ekstrakt që është i domates. Krep auronës ose taurës të cilën e përdorim tashmë veç jeni njoftuar që e kemi produktin të aurës dhe auronës të krypës, i cila i ka pothuajse të gjitha llojet e krypës dhe çka është me rëndësi ka paketimet i cili ju përshtatet çdo familje. Nëse doni me shumë kilograme, pak ose kështu një paketim me vogël gjatë përtrues. Dhe tash i përzini këto mirë dhe i shtoni tortellinat. Pasi që tortellinat nevojiten me uzi vetëm 2 deri në 3 minuta, atëherë e ulni temperaturën, gjithashtu edhe spanaqi, dhe këto dyja duhet të zihen kështu, do më thonë prafërsisht i veni në fund, kur i vloni në temperaturë të ullet edhe 3 minuta. Prandaj na tash lirisht mundemi me shy dhe me lënë kështu në temperaturë të ullet me uzi deri në 2 deri në 3 minuta. Pak para fundit ja shtoni edhe pak oregano që jap një shije jashtëzakonisht mirë. Oregano ose borzilo,
cilën e preferoni ose dyjat, për arsye se kjo faktikisht i jap një farë arome shumë të mirë. Do më thonë, pa temë ose përgatitni. Edhe thashti kjo është shumë mirë, e lojmë edhe një 2 minuta me vlu. Shikoni që kusht të nderuar, une patë edhe vend, kur merë receptën edhe fillon me gratu thjesht duke që është shumë lehtë, por vynë gjitha gjana, jo mi pastru për para, jo për mas, jo krejt, po duesh me nejtë vazhdimisht mi të nxjerë deri sa të gatuat. Prandaj neve në ka ardhë këtu në një pajisje e si vegetës, e cila është jashtëzakonisht e mirë, dhe të gjitha këto që unë i kom pregadit këtu her një, her qita ato, e hek ato, e bon ato, ju mundeni të gjitha ato për një herë me vu këtu, me fut këtu në pajisje, dhe thjesht me shku mi bo punë të juve tjera cilat dëshironi me bo. Dhe me thonë është një pajisje, jashtëzakonisht e mire si vegetës, e cila dyqanën e saj ka në Fushë Kosovë, prandaj shkoni vizitoni sepse janë të gjitha pajisjet jashtëzakonisht e mira për shtëpi. Dhe tani kjo çorba jonë u bo gati dhe mendoj se mundemi me servu. Harova se tani kemi edhe Ducato di Mantova, i kemi të gjitha produktet e tyre, të cilat unë mujmë ju thonë që i përdori me vite në shtëpinë time, dhe sot kur erdha i pashto, u gëzova shumë. Prandaj do t'ja shtoj edhe pak kësaj çorbës time me tortellini. Sigurisht do t'i jap edhe shije edhe ma të mirë. Dhe tash, çorba e tortellinave është e gatshme. Dhe mundemi lirisht me servu. Leqi e ka aromen e mirë. E leqi është shumë e shishme se e provum, po edhe po duket jashtëzakonisht bukur. Prandaj që kur të nderuar, unë ju preferoj ta provoni këtë çorbë me tortellina, e cila sigurisht do t'ju pëlqej. Sipër mund t'i qit një pak djath parmezan, dhe jashtë që të nderuar, një çorbë shumë e mirë për ju me receptën e sotit. Deri në emisionin e ardhshëm, unë ju përshëndes duke ju uruar gjithë të mira.